Kjo javë ka nisur me aksidente që kanë shkaktuar viktima dhe të plagosur rënd në rrugët e Lushnjës dhe Fierit. Në Lushnjë, pak minuta pas mesnatës, një mjet tip Audi drejtuar nga Alessandro Braholli në dalje jugore të Lushnjës është përplasur me shtyllën e ndriçimit rrugor në rreth rrotullimin e Savrës. Drejtuesi i mjetit ka marrë plagë të rënda nga përplasja e fortë me shtyllën e ndriçimit dhe ndodhet në spitalin e Fierit jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë, në vendngjarje dyshohet se i riu nuk e ka parë rreth rrotullimin dhe duke dalë nga qyteti i Lushnjës i ka rënë drejt për drejt aksit rrugor. Policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Kurse në aksin Roskovec Berat, pranë fshatit Strum, ka ndodhur paraditën e kësaj të hëne një aksident me vdekje. Automjeti drejtuar nga Jamar Bertoro është përplasur me një shtetas i cili po udhëtonte me biçikletë dhe përpasoj ka humbur jetën. Shtetasi identifikuar si Gëzim Xhoka, 50 vjeç, banues në Strum. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti me pasoja fatale. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa materialet në ngarkim të tij ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.